Arrestohet autori dyshuar i vrasjes së 41 vjeçarit shqiptar Altin Arapaj me origjinë nga Vlora, i vrarë në Greqi. Arapaj u gjeti pa jetë një ditë më parë në Rafin, teksa sipas mediave greke, 46 vjeçari Mikel Selimaj, pun nga Vlora, u kap në një shtëpi në Klikanera. Sipas informacioneve, pronarja e apartamentit ku jetonte 46 vjeçari u përpoq ta kontaktonte duke trokitur në derë, por pa marrë asnjë përgjigje. Gruaja u shqetësua se mund të kishte humbur ndjenjat dhe u përpoq të hapte derën, por pa sukses. Ajo menjëherë njoftoi policinë duke deklaruar se ndoshta kishte një emergjencë. Oficerët e policisë mbërritën në vend ngjarje duke i rënë ziles për rreth 20 minuta e më në fund 46 vjeçari hapi derën, qartësisht në ndikimin e drogës. Oficerët e policisë e njohën menjëherë nga fotografia që kishin në dispozicion dhe e vënë atë në pranga. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë arritur të gjejnë edhe automjetin që dyshohet se u përdor nga autori i krimit, brenda të cilit u gjet një gëzhonjë dhe gjurmëgjaku të tharë. Sipas informacioneve, gruaja e 41 vjeçarit kontaktoi autoritetet mëngjesin e të mërkurës duke raportuar se mori një telefonat nga ai e se është qelluar në fytyrë nga një person, të cilit i kishte përmendur edhe emrin, duke i kërkuar që të përpiqej ta gjente. Ndihmë, më kanë qelluar në kokë nga zbuloni se ku jam, thuhet se ka thënë ai. Hetimi i policisë zbuloi se natën e të martës së kaluar, viktima, autori dyshuar dhe 2 persona të tjerë u takuan në Artemid. Ata hipën në një makinë të drejtuar nga personi përmendur nga 41 vjeçari dhe bën një ndalesë të shkurtër në Rafin. Atje autori nxori një armë dhe i qelloi viktimën në fytyrë. 41 vjeçari arriti të largohej nga vendi i ngjarjes, të telefononte gruan e tij dhe t'i tregonte asaj se çfarë kishte ndodhur përpara se të jepte frymën e fundit. Autori i krimit u aratis me makinë, ndërsa pista kryesore e vrasjes është larja e sapeve për prishjen e pazareve të drogës, pasi 2 shqiptarët kanë qenë në duart e autoriteteve për raste të tilla.